dashur qytetarë të Republikës Kosovës, jemi mbledhur sot me krenari dhe respekt të e doktrinës dhe stërvitjes, organizon dhe drejton përgatitin, trajnimin dhe kualitet logjistike dhe mbështetjen miqësore për qëllimin e përmbushjes së misionit të FSK-s. Kartet dhe doktrinat e NATO-s të validuar dhe të gatshëm për misionin e shenjtë mbrojtjen e integritetit komplekse. Parakalojnë automjeti i blinduar otokare, ato konvencionale dhe jo konvencionale. Në këtë ditë feste, nuk I mbyllim sytë para padrejtësive. Disa nga drejtuesit e luftës sonë shërimtare po vazhdojnë të mbahen në paraburgime të stërzgjatura në Hag, në procese gjyqësore jo transparente dhe krejt të pashembullta për praktikat e drejtësisë ndërkombëtare. Ne besojmë në drejtësi, por nuk pranojmë ta revidojmë dhe rishkruajmë historinë. Lufta e UÇK-s ishte luftë e kulluar, çlirimtare dhe antikolonialiste, një luftë drejt e një populli të okupuar e të shtypur nën apartheid. Dhe kjo është një e vërtetë që nuk mund të ndryshohet asnjëherë nga askush dhe asgjë. Të nderuar qytetar, të dashur miq, Kosova e vitit 2026 është një shtet më I fortë dhe më I sigurt se kur do më parë gjatë këtyre 18 viteve pavarësi. Në zonën kufitare. Autoblinda Gjaz përkohet gjatë patrullimit nga njësia për ndërhyrje të shpejt në zonë apo terene të vështira e zjarë për trupat në operacion. Po ashtu ofron mobilitet, fuqi luftarake, si dhe mbrojtje për trupat gjatë lëvizjeve taktike dhe operacioneve luftarake.